gjën e parë që keni me humb ju, do thonë, ju ka folë sahabëve, dhe aty që vjen pas tyre, kanë thonë gjën e parë që keni me humbën do të jetë amaneti. Edhe ka thonë për selam wa akhiruha as-salah. Nësa gjën e fund që kemi me humbën ka me qenën namazin. Pra edhe këto hadithe më të shohim shumë qartë azi. Do të thonë këto që nuk e falin namazin, motë e kanë humbur amanetin. Vërtet. Edhe mund ata përsërisë shumë se ne jemi besnik kështu. Ata e kanë harruar amanetin që e kanë ndaj Allahut. Ne tham pjesë e amanetit është edhe detyrat që i kemi ndaj Allahut. Ta besojmë ata, të ndigjojmë urdhrat e tij, të largojmë prej ndalesave të tij. Po tash edhe mundemi. Ka edhe shembuj të tjerë, ka bëj shembuj, si tham, ajo amaneti përgjithshëm hin shumë gjëra aty, në besimin në Allah, që tham, adhurime ndaj Zotit e shumë, por edhe të kjo veçantë i kemi disa gjëra që, nuk kanë materiale. Sigurisht çështja, me mirëj sekretet e një personi, dhe një muhabetit, dhe një informatë që të Kjo, me thotë, sot është bërë katastrofë. Njerëzit i publikojnë biseda që i ka bërë dikush me xhlis në një tubim. Ato biseda kanë qenë ndoshta sekret. Vërtet. Ti di hadithin ku thotë nëse iltefete, fe hiya aman, nëse dikush duke fol e kthen kokën, atë bëhet shenjë se kjo është amanet, diçka që duhesh me rujt. Nëse dëgjoni nga ju thot flet me dikant tjetër, edhe shikon djathtë ose majtas, thotë kjo tregon që kjo vlen vetëm për ti, kjo amanet është. Pasi ai ka shikuar mos po e ndëgjon dikush tjetër, kështu që i bën, këtë mohabet në të mbesë mes nesh. Mos ta marrë vesh dikush tjetër. Ajeti ku Allahu thotë se këtë amanet ja kemi ofruar tokës, qiejve, edhe kodrave, dhe ato refuzuan që ta bartin, edhe barti njeriu i cili është ignorant, xehul, edhe dhalim, që është i padrejt ndaj vetvete, dhalum, është i padrejt ndaj vetvetes së tij. Për çka bëhet fjalë? Çfarë emaneti është këtu? Këto është emaneti jo material. Vërtet. Flet për atë amanetin e përgjithshëm që përmendëm në fillim. Kjo ajet flet për këtë amanet. Ulemat e tefsirit kur e komentojnë këtë ajet thonë Allah subhanahu wa taala në këtë ajet e shohim që po thotë inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Ja kemi paraqit amanetin, përgjithësinë, barën, qiejve dhe tokës dhe maleve. فأبين أن يحملنها كان رفضوا كده واشفقنا منها كان باس فريق nga kjo amaneti i Iran wa hamalaha al-insan pasa njeriu e ka marrë këtë barë shpejt automatikisht innahu kana zaluman jahula njeriu i ka bë me këtë barë i ka bë padësi vetes edhe jahula njeriu në esencë është ignorant për këtë çështje. Pasi Allah ka dërguar pejgamber me na kujtu barë çka barë barën e amanetit që është amaneti i përgjithshëm, që është besimi, tauhidi, adhurimi dhe ibadetet, edhe amaneti i veçantë këtu, dy janë, edhe e përgjithshme edhe ajo e veçantë.